International Marifa School of Kosova në bashkëpunim me Këshillin e Studentëve të Fakultetit të Edukimit organizua një program të veçantë kulturoro-artistik në Fakultetin e Edukimit me rastin e 3 dhjetorit ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Ky aktivitet kishte për qëllim promovimin e përfshirjes sociale, solidaritetin dhe mbështetjes për fëmijët me nevoja të veçanta. Nxënësit e Marif përgatitën 111 dhurata simbolike për nxënësit e shkollës për parimi, duke treguar shembullin më të mirë të vlerave humane. Në program morën pjesë zotëri Mehmet Nedim Aslan, drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Marif në Kosovë, profesor Kyvet Shatri, prodekan e Fakultetit të Edukimit Drita Dushi, drejtoresha e shkollës për parimi, përfaqësues të Këshillit të Studentëve të Fakultetit të Edukimit, profesor, arsimtar, student dhe prindër. Drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Marif në Kosovë, Mehmet Nedim Aslan, theksoi se ky aktivitet tregon angazhimin ton për një shoqëri gjithëpërfshirëse, ku çdo individ ka mundësi të barabarta për të zhvilluar talentet dhe aftësitë e tij. Dhuratat simbolike nga nxënësit tanë janë një mesazh solidariteti dhe vlerash humane për komunitetin. Ndërsa drejtoresha e shkollës për parimi Drita Dushi falenderoi organizatorët dhe nxënësit duke theksuar se është hera parë që dikush kujdeset kaq shumë për ne. Jam shumë emocionuar, shpreh mirënjohje për këtë organizim të tillë. Me të vërtetë ndihemi të emocionuar dhe është hera parë që bën dikush për ne. Sot ju nxënësit e shkollës Marif, Këshilli Studentor na keni dhënë mësim më të mirë që asnjëherë. Nuk duhet të përdoret termi aftësi e kufizuar, por të japim termin gjithëpërfshirje. Vetëm së bashku ne mund të sigurojmë një shoqëri gjithëpërfshirëse që respektohet gjithë secili dhe çdo nevojë ndryshe është pasuri për vendin ton. Sot treguan në këtë program fëmijët tanë që janë me nevoja të veçanta, që nuk janë asnjëherë vetëm, do të kenë vëllezër, motra dhe do të mbështesin. Dhe neve mësimdhënësve na keni dhënë një mësim të mirë që ta dërgojmë gjeneratat tona dhe na keni motivuar, u shpreh ajo. Programi përfshiu fjalime përshëndetëse, performanca artistike dhe dramatike nga nxënësit dhe studentët, si edhe një ekspozitë artistike duke nënvizuar rëndësinë e përfshirjes sociale dhe respektit për aftësitë e veçanta. Ky event shënoi një shembull të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përkushtimit për vlerat humane, duke lidhur nxënës, student, instituciona arsimore dhe komunitetin e gjerë.